apo të më vonshëm ku diun Putin në rast konkret, ai ka shkuar deri atje, ndoshta edhe e keni lexuar që ka kërkuar që Shën Sofia apo Hagia Sofia në Stamboll do të kthehet ish Bizantit. Pra ka thënë publikisht, po ku e ka thënë këtë? Ka thënë Moskë. Nuk janë ka njerëzit të ngjojnë të gjëra edhe të ligjëruarit Shën Sofi në Moskë nuk është njësoj si të ligjërosh. Unë do doja që Shën Sofia të rikthej prapë atje ku ishte të bëj kishe tjera. Por shteti turk ka vendosur diçka tjetër. Por një figurë se nuk kam asgjë me persona që më tepër që është moshë vjetër. Por deklarimi duke përdorur cover pra në prapasken apo si mburoj Kuranin është aq larg sa që lindja me Perëndimin prandaj. Pra nuk ka diçka të tillë me që morëm Hagia Sofia apo Shën Sofi. Ka brenda jusheve dhe brenda fesë ortodokse, të cilat kanë misionet e tyre dhe janë rryma të caktuara. Janë disa rryma të paktën, edhe të ortodokset, nuk është, po të shikosh aty kulla e Roja ose kulla e Bariut, me fjalë ka disa elementë tjerë që ata s'kan lidhje. Por ata janë misionarë, janë tjerë, po ata për kryqin flasin, për Jezusin flasin. Është një rrym tjetër. Ato janë dëshmitarë dhe Jehovait, nuk janë në rrymën e krishterë. Po mirë, kryqin e kanë. Predikimin me Jezu Krishtin e kanë. Të krishterë janë ortodoks, katolik, ungjillor, protestant. Ata që besojnë në Trininë e Shenjtë. Nuk e njoh në detaj. Por kanë liri të flasin, nuk ka dyshim. Të gjithë janë të lirë të prezantojnë idenë e tyre, nuk ka problem. Por në rastin konkret, nuk po diskutojmë ne se dim se cila është arsyeja. Edhe çfarë mendoj që mund të ishte dhe neutralizuar kjo lloj situate. Mendoj që mund, shiko, ai ka influencën e vet dhe duke na konsideruar si një pjesë e një ndalimi, se ka mbështetësit e vet edhe në Shqipëri me sa mora vesh. Dhe do bënte takim me mbështetësit e vet. Por që ajo për të cilën unë e shikoj është që ndoshta nëse do t'ishte person problematik i tillë që mendoj me ato klauzolat se si mendoj që mund t'ishte mbajtur dhe nën kontroll. Këtu ças ka hyrë më vëlla. Po edhe ky ka hyrë kriminalet më të mëdhenj. Por nuk do të thotë që ta normalizojmë. Ndaj, kjo është. Ndaj edhe ajo që tha pastori. Kjo pjesa domethënë jemi gati? Gati, unë gati jam. Se kjo që thotë avokati tash është ndryshe edhe më pëlqen. Sa ta përfundoj zoti Gurra, kalojmë tek pjesa e avokatit për pjesën e sigurisë dhe kalimit në territorin shqiptar. Desha ta semonizoj